Mirë, do të flasim sot për një lajm që ka gjasa që të bëhet I mirë, pasi liçeni I Shkodrës është nominuar për statusin rezervë biosferë ndërkufitare pranë UNESCO-s përmes një dosje të përgatitur me mbështetjen e Bashkimit Evropian dhe Bashkëpunimin Shqipëri-Mali-Zi, ndërsa projekti synon mbrojtjen e biodiversitetit, menaxhimin e qëndrueshëm të territorit dhe forcimin e rolit të komuniteteve lokale. Në studio do të flasim me një specialiste, në fakt ajo është koordinatore e projekteve në qendrën Eden, Ersa Prifti, mirë se erdhe, mirëmëngjesi. Faleminderit që jemi bashkë për të folur për këtë lajm që natyrisht gjithmonë më shumë, le të themi, monumente, kulture, në këtë rast është një monument natyror liçeni I Shirokës I përgatitur në këtë dosje që ju e njihni vetë personalisht, edhe jeni iniciator si organizat I kësaj dosje. Pse është kaq I rëndësishëm ky projekt tashmë I nominuar në UNESCO për të kuptuar edhe rëndësinë e vetë liçenit? Po, në fakt, projekti ka filluar që në vitin 2023, ka qenë një projekt 2 vjeçar. Iniciativa ka qenë, le të themi, me një përqasje pjesëmarrëse dhe bashkëpunuese në 3 nivele, po e marrim kështu, në nivel komunitar, në nivel të aktorëve vendor, organizata dhe institucionet vendore, por ashtu ka patur edhe vullnet politik për ta çuar përpara në nivel kombëtar gjithë përmbylljen e procesit dhe dorëzimin e dosjes më në fund në UNESCO në shtator të vitit kaluar. Për ta kuptuar më saktë se çfarë jep kjo Shqipërisë specifikisht zonës, do doja që të shpjegoja shkurtimisht se në fakt çfarë është programi UNESCO Man and Biosphere ose Njeriu dhe Biosfera, që është një program relativisht I ri në UNESCO. Në qendër të vetë programit, në fakt edhe si vlerë kryesore e programit, është vendosja e një marrëdhënie harmonike midis njeriut, pra zhvillimit ekonomik dhe gjithë aktiviteteve që vijnë nga njeriu, dhe mbrojtjes së natyrës, biodiversitetit dhe vlerave kulturore që kjo zonë bart. Pra, sepse specifikisht edhe në përgjithësi njerëzit mund ta ngadrojnë UNESCO-n me një mbrojtje rigoroze dhe shumë të kufizuar. Patjetër që në disa raste mund të jetë kështu, por ky program ka të mirë që jep zhvillim komunitetit, pra ka fokus socioekonomik dhe gjithashtu edhe mbrojtjes së natyrës. Kjo jep në fakt një prestigj të ri zonës dhe do të jetë një arritje tjetër kombëtare pas shpalljes rezervë biosfere të parkut kombëtar të Vjosës. Dhe do të jetë rezerva e dytë ndërkufitare pas asaj të Ohrit. Po, për ta kuptuar edhe pak më shumë, duke qenë se edhe nuk kemi shumë informacion në rast se do të miratohet, le të themi, kjo kërkesë ose ky nominim ndryshe, në vlera financiare, do të ketë përfitime të drejtë për drejta? Patjetër që do të ketë. Krahas natyrisht politikave që do jemi ne të detyruar në një farë mënyre si shtet për t'i ndjekur. Po, do ketë patjetër përmirësim të politikave dhe patjetër do të ketë një strukturë menaxheriale tjetër, sepse do të kërkoj një tjetër fokus menaxherial për zonën. Ajo që zona njihet kryesisht është peshkimi, janë produktet bujqësore, produktet medicinale, që janë shumë të përhapura në zonë. Kjo do të japë një zhvillim e gjithë zona. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë, prandaj në pjesë e dosjes është I gjithë pellgu u mbledhës dhe jo vetëm liçeni I Shkodrës, dhe kjo jep lirshmëri për të vendosur edhe më shumë vlera, le të them, për t'i treguar më shumë vlera në UNESCO. Kjo do t'jap një zhvillim të produkteve patjetër dhe një mundësi shumë të mirë për brendim jo vetëm në vend, por edhe jashtë vendit, si shumë raste të tjera të rezervave të biosferës në Europë. Patjetër që jep përfitime të drejtë për drejta financiare ndaj tregtarëve, ndaj artizanëve që prodhojnë ende produktet e tyre në Shkodër në mënyrë artizanale me duar. Fatmirësisht I kemi. Kjo në fakt u tregua edhe në një panajir kulture në Maltëzi që ndodhi vitin e kaluar dhe aty prekëm nga afër produkte nga më të ndryshme që kishin përgatitur artizanët. Patjetër jep edhe një fokus tjetër turizmit në mënyrë të qëndrueshme patjetër, sepse për të mbrojtur mjedisin nuk na duhet, nuk na shërben shumë turizmi masiv, por në këtë rast jep një qasje tjetër turizmi me
patjetër përfitime për komunitetin dhe për gjithë zonën. Patjetër. Doja ndaleshim pak më shumë tek çështje teknike për të kuptuar edhe ne më shumë çfarë përmban dosja e dorëzuar tashmë në UNESCO dhe cilat janë kriteret kryesore që duhet plotësojmë. Çfarë do të ndodhë në këtë momente që është dorëzuar dosja? Siç e përmenda pak më përpara, dosja është finalizuar dhe është dorëzuar në shtator të 2025-s. Dosja është shumë teknike, ka specifika mjaft teknike të biodiversitetit, të vlerave kulturore që zona mbar, të kërcënimeve që ndoshta mund të kanosen vlerave mjedisore për shkaqe të ndryshme, të cilat vetë stakeholderat, aktorët vendor, lokal i kanë identifikuar, sepse kush tjetër më mirë se ata mund t'i identifikojnë. Në fakt, në total, për gjithë projektin janë përgatitur 3 dosje, pra janë përgatitur 2 dosje kombëtare, një për Malinezi, një për Shqipërinë, sepse përpara se sa zona të shpallet të rezervë biosfere ndërkufitare duhet të shpallet kombëtare si fillim, dhe patjetër është dosja e përbashkët me Malinezin, dosja ndërkufitare me Malinezi. Dosja patjetër që është shumë voluminose, sepse vlerat dhe gjithë specifikat e zonës duhen treguar në UNESCO, që UNESCO ta vlerësoj, që zona ka potencial për të futur, jo vetëm për të futur në UNESCO, por duhet të tregosh që ka një vullnet politik dhe komunitar për ta mbajtur afatgjat zonën si rezervë biosfere. Natyrisht duhet të jetë një garanci. Duhet të jetë një garanci patjetër. Dhe mund të them një nga fitoret e vogla të mëdha të projektit është edhe vullneti komunitar dhe gjithë dëshira dhe entuziazmi si komuniteti e ka pritur projektin, po ashtu edhe aktorët vendor, të cilët kanë qenë pjesë e grupeve të punës. Mund të them që duke filluar që nga zonimi, sepse zonimi është më i rëndësishme, pra cila do t'jetë pikërisht zona që do të futet në rezervë biosfere, duke filluar nga planet strategjike, duke vazhduar me identifikimin e vlerave kryesore të zonës, kanë qenë pikërisht aktorët vendor të cilët i kanë identifikuar, kanë punuar, kanë vendosur një vizion, çfarë vizioni kanë ata për zonën, si e shohin ato në UNESCO. Dhe puna pastaj është përfunduar me analiza shumë specifike nga ekspertë të fushës. Po, gjithsesi ky është një hap i parë shumë i rëndësishëm, besoj gjasat është e vështirë, ndoshta po duke qenë se ju jeni shumë afër projektit, edhe keni ndjekur gjithë këto procedurë që prej 2023 gjasat janë më shumë besoj pozitive për të pranuar. Gjasat janë pozitive, ne jemi shpresë plot që kjo dosje do të jetë e suksesshme. Kemi komente pozitive nga komitetet vlerësuese të UNESCO-s dhe po ashtu kanë ardhur shumë pa komente të vogla të cilat ata japin mundësinë në çdo proces që të rishikohen dhe të ridërgohen. Megjithatë, përshtypjet janë mjaft pozitive. Në rast të përfitimit të këtij statusi, pastaj përgjegjësia mbetet tek ne për ta ruajtur dhe a e rrezikojmë nëse ne nuk do t'i përshtatemi natyrisht kritereve, rregullave të vendosura nga UNESCO për ta mbajtur gjatë këtë status. E gjitha varet nga ne, sepse UNESCO jep prestigjin, jep emrin, jep brandin, konfirmon, por e gjithë puna pastaj mbetet e ne dhe puna e vërtet në fakt fillon kur zona të nominohet si rezervë biosfere, sepse aty fillojnë gjithë draft planet që ne kemi përgatitur për menaxhimin e zonës, për strukturën menaxheriale, le të themi, po ashtu për menaxhimin e mbetjeve, për menaxhimin e turizmit. Të gjitha këto plane, le të themi, do duhet të transferohen, të transformohen në struktura të mirëfillta, të mirë organizuara. Po, duhet plotësuar gjithmonë në shërbim të natyrës dhe gjithë ideja edhe qëllimi është që natyra mos preket. Që natyra të mbrohet dhe që komuniteti, le themi, të jetë pjesë e gjithë procesit, sepse komuniteti është thelbësor në këtë proces. Në të vërtet, liçeni i Shkodrës në fakt është një identitet i zonës, pra qytetarët identifikohen me këtë vlerë natyrore, janë shumë të lidhur, me këtë kemi vënë re edhe në grupet e punës në fakt. Por, si që thash, pjesa më e madhe, puna e vërtet fillon me nominimin dhe aty do të shihet se si do të menaxhohet. Duhet ketë patjetër bashkëpunim jo vetëm kombëtar dhe lokal, por edhe ndërkufitar me Malinezi, edhe nga fqinjet tanë vullneti ka qenë i madh për ta çuar përpara nismën,
Patjetër, ky projekt ka qenë i suksesshëm, mund të them vetëm për shkak të bashkëpunimit të lartë të këtyre aktorëve. Po, që e vështirë, sepse në gjithë këtë proces që do duhet vijojë për të mbartur, për të ruajtur natyrën pikë së pari dhe e dyta për të mbartur gjithë traditën e zonës sa i përket atyre që i kanë pasur, siç e përmendet edhe ti, çështjen e peshkimit edhe gjitha mbartjet e tjera artizanale të kulturës së zonës, ishte kompleks, le të themi, ose i vështirë procesi i mbledhjes së dënave shkencore në këtë rast, duke pasur parasysh dhe faktin që kur flasim për natyrën, ndoshta ne si publik kemi pak informacion, pa kemi specialistë dhe burime njerëzore sa duhet për ta ndjekur këtë proces. Le të themi edhe më tej. Në fakt, në fillim të projektit, ne kemi zhvilluar një survey ose një raport, le të themi kështu, për të mbledhur një perceptim të qytetarëve mbi zonën dhe për të zbuluar pak më shumë se ku ata bazohen në aktivitetet e tyre socioekonomike. Në fakt, në këtë studim të zonës, ne kemi mbledhur edhe informacione nëse ata do donin që zona të jetë pjesë e UNESCO si rezervë biosfere, dhe nëse ata tek e fundit e dinin se çfarë është një rezervë biosfere, në rastet kur ata nuk e kanë ditur, i është dhënë informacioni i duhur. Mund të them që 70% e personave, e qytetarëve, e komunitetit që kanë marrë pjesë në studim, kanë qenë pro që zona, pra kanë parë potencial që zona të hyjë në UNESCO si rezervë biosfere. Të dhënat në fakt për të marrë në aspektin për të ndërtuar analizat mirë filta kërkimore dhe për të bazuar gjithë strukturën e dosjes, mund të them që kemi një problem ose një gap, një hapësirë të vogël se si ne mund të marrim informacione të sakta dhe të mirë strukturuar, të updateuara, të përditësuara. Kemi një problem të vogël me marrjen e të dhënave, të them të drejtën. Megjithatë, ekspertët e fushës dhe aktorët lokal, më sakt, e kanë bërë të mundur që të mbledhin të dhëna sa më të përditësuara në mënyrë që edhe dosja të jetë sa më e përditësuar me dhëna aktuale. Si është trajtuar, le të themi, ndosje kjo balanca mes mbrojtjes së natyrës dhe aktiviteteve natyrisht të zonës dhe njerëzore aty pranë? Se besoj kjo është pjesa më delikate edhe që besoj do duhet i qëndrojmë më shumë. Mënyra se si do të punohet. E gjithë struktura e dosjes, patjetër që formati janë formatet e UNESCO-s dhe në bazë të atyre punohet, dhe vetë struktura e dosjes të jep mundësin që nga ana tjetër, nga njëra anë të shpaloset të gjithë aktiviteti kulturor dhe ekonomik, ku në fakt një pjesë shumë e mirë e aktiviteteve ekonomike mbarti një vlerë historike për zonën, pra peshkimi nuk është vetëm një aktivitet ekonomik i momentit, por ka qenë shumë shekullor në Shkodër, është tradit dhe si tillë është kulturë, është e vërtet. Dhe vetë struktura e dosjes ta lejon që të ketë një balancë midis aktivitetit ekonomik që njerëzit kanë në zonë dhe vlerave kulturore dhe vlerave të natyrës, patjetër që janë shumë të rëndësishme, dhe për të treguar se si aktorët vendor do të kenë vullnetin për t'i mbrojtur dhe për t'i bërë bashkë në të njëjtën kohë dy elementet kryesorë, le të themi, njeriun dhe natyrën. Në një moment që do të miratohet e gjitha kjo do të kthehet, besoj, në një detyrim ligjor për autoritetet vendase, po natyrisht e tham edhe përgjegjësi institucionale nga ana jonë. Do të jetë një përgjegjësi e madhe së pari për të monitoruar zonën, duhet kemi kapacitetet mjaftueshme për të monitoruar dhe për të parë se si procesi fillon dhe si menaxhohet nga strukturat vendore, sepse ato do ta kenë përgjegjësinë kryesore drejt për drejt në menaxhimin e zonës, por në këtë moment ne mund të themi që duke qenë që ata kanë qenë themelor në hartimin edhe të gjithë idesë prapa të rezervës biosferës, jemi shpresplot që ju gjykoni që kemi kapacitetin menaxherial, të paktën me sa keni parë deri tani, sepse edhe ata kanë qenë pjesë e grupeve, të dhënave dhe pjesë e gjithë punës. Ka qenë pjesë e grupeve. Në fakt do duhet, nëse në rast se nuk janë kapacitetet njerëzore, do duhet të strukturohen ndryshe. Pra nëse ne kemi një strukturë të caktuar sot dhe kemi më pak njerëz terren, do duhet që për këtë sistem të ri të kemi një strukturë të mirë organizuar
për këtë qëllim, për të monitoruar. Duke qenë se ke qenë shumë pranë, le themi këtij projekti, edhe natyrisht ajo çfarë është më interesante për te natyrës dhe hecin paralelisht barabarta, e thamë është komuniteti atje, mënyra si funksionon dhe tradita. Do doja ndaleshim në disa specifika nëse mund të ndajem ne, siç përmendëm çështjen e peshkimit dhe artizanati është pjesë e kulturës së tyre. Kryesisht ku janë të përqendruar, le themi këto kulturat të zonës, së provincës atje. Një ndër to në fakt mund të përmend bimët medicinale dhe produktet që ata bëjnë vetë, një gamë shumë të gjerë produktesh. Janë produktet që gratë shkodrane bëjnë me duart e tyre, shajet, të zjahet, gjithë produktet që nuk numërohen, janë pijet e ndryshme që banorët e zonës prodhojnë, një shumëllëshmëri produktesh, janë të mbartura dhe disa prej tyre ruajnë edhe mënyrën se si i prodhojnë këto produkte. Unë në fakt jam e befasuar duke qenë që kam qenë drejt për drejt e përfshirë edhe kam qenë në kontakt të vazhdueshëm me komunitetin edhe me personat që merren me prodhimin e produkteve. Ata kanë një dëshirë shumë të madhe që produktet e tyre të njihen më shumë dhe të kenë një treg më të madh për t'i promovuar. Dhe në fakt është mëse e nevojshme që sot më shumë se kur të promovohen, sepse jo vetëm sjellin zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, por sjellin përdorim, le themi, të qëndrueshëm të burimeve natyrore. Sepse kështu ne prodhojmë duke përdorur ato resurset që vetë banorët, vetë qytetarët kujdesen për to, ato përdorin, ato shesin dhe vazhdon cikli dhe vazhdon kështu zhvillimi i qëndrueshëm edhe mbrojtja e qëndrueshme e natyrës, dhe po ashtu turizmi, mund them që gjithë agroturizmet në zonë do të kenë një zhvillim të mëtejshëm, mund të ketë projekte të mëtejshme për të zhvilluar, strukturat akomoduese, se përgjithsisht janë zona tilla që e kanë potenciale, pjesë të tyre dhe njerëzit pikërisht të duan të marrin atje. Mënyrën se si jetojnë ata realisht. Madje ka edhe shumë praktika të mira nga rezervat tjera të biosferës, cilat mund të përshtaten shumë mirë me Shqipërinë dhe mund të japin një tjetër ngjyrës, le të themi, turizmit në këtë zonë. Kur mund të jetë një përgjigje, apo është e vështirë për të parashikuar, është çështje dispritjeje në shqyrtimi? Momentalisht, sepse kalon në disa faza vlerësimi, në disa komitete vlerësimi, momentalisht është akoma në vlerësim, zakonisht marrin nga një vit minimumi. Ne urojmë që ta kemi përgjigjen sa më herët, ashtu siç kemi patur rastin e Vjosës, ku u finalizua shumë shpejt edhe përgjigja mor shumë shpejt. Minimalisht përgjigja mund të vi brenda një viti, por mund të kërkojë edhe më shumë. Megjithatë, një vit është standard që mund ta presim përgjigjen përfundimtare. Ne përmendëm pak bashkëpunimin ndërkufitar me Malin e Zi. Përfitimet natyrisht do t'jenë për të dyja palët. Edhe besoj do duhet një bashkëpunim ndërsjellë më pas për ta vijuar, le themi, këtë projekt, që t'jetë jetësor. Patjetër. Ky projekt ka filluar pikërisht me këtë, sepse unë e thash ka qenë një element sa i rëndësishëm por e thelbësor për suksesin e projektit e të kësaj iniciative. Në distancë, në madhësi, prek më shumë Shqipërinë apo Malin e Zi? Atëherë, në total, i gjithë pelgu përfshin 10 bashki, 2 bashki janë në Shqipëri, janë bashkitë e Shkodrës dhe të Malësisë Madhe, pastaj 8 bashki që janë, mund të themi, janë bashki të vogla, sepse tonat janë pak më të mëdhaja. Kemi ne më shumë hapësirë. Kemi pak a shumë më shumë hapësirë. Janë bashki të vogla dhe le themi kemi një përmas, le themi... Thuaj se njësoj, pak më shumë anë në Shqipëri. Po. Bashkëpunimi do duhet, si që thash, të jetë i ndërsjellë dhe të ngrihet një bashkëpunim i ligjëruar tashmë, le themi, ose i rregulluar edhe me ligj, patjetër. Dhe
Ngelet e gjitha për tu parë, sepse si që thash, strukturat e mirëfillta do të ndërtohen pasi zona të shpallet. Po, edhe një pyetje të fundit, jashtë këtij projekti, po në kuadër të asaj që Shqipëria ofron dhe fatmirësisht ne kemi fatin të shohim ende sot këto potenciale shumë të vlefshme natyrore, përveç bukurisë që kanë. Ka zona të tjera në Shqipëri që meritojnë të kenë të status edhe duhet punuar në këtë drejtim. Ne në nivel kombëtar kemi jashtëzakonisht shumë pasuri natyrore dhe patjetër mbrojtja kombëtare është shumë e rëndësishme. Pra ne duhet kuptojmë që mbrojtja ndërkombëtare nuk vjen pa e njohur një herë kombëtarisht. Që nga ne duhet domosdoshmërisht. Ne duhet jemi të parë që duhet i identifikojmë. Sigurisht që ka zona që kanë potencial për të zhvilluar më tej. Në rafshin e rezervës së biosferës, unë mendoj që ne duhet të marrim të rregullojmë pak a shumë strukturët menaxheriale, sepse këtu duhet jetë fokusi më i madh për ta mbajtur qëndrueshmërisht zhvillimin e zonës. Duhet një menaxhim dhe monitorim më i mirë, siç mund të kemi rastin e Ohrit te Prespës, që është rezerva e parë ndërkufitare, duhet ketë një menaxhim më të mirë. Unë mendoj që ne jemi në një fillim shumë të mbar për të marrë praktika të mira nga jashtë. Megjithatë, asnjëherë nuk është vonë. Nuk është vonë. Në gjithë rrugtimin që edhe Shqipëria po bën drejt Bashkimit Evropian dhe gjithë direktivave që po përshtat për kapitullin 27, mendoj që këto raste do të jenë një piknisje shumë e mbar për të vijuar me zona të tjera të pasura në Shqipëri. Zona kemi pa fund, të çdo lloj, jo vetëm të ekosistemeve ujore, por edhe atyre malore, kështu që ne e dim që Shqipëria është shumë e pasur, megjithatë le të presim, urojmë që të kemi një përgjigje sa më të shpejt pozitive sa i përket liçenit të Shkodrës. Faleminderit shumë Ersa për gjithçka ndave për ne. Besoj do kemi mundësi edhe herë të tjera për të folur për projekte të tjera. Faleminderit shumë edhe ditë të mbarë.